Me vones, por më në fund shteti shqiptar ka treguar që ka mekanizmat e duhura për ndarë se çfarë vlen dhe çfarë nuk vlen edhe nga një ngjarje publike, e cila përfshin në rastin konkret një lëvizje qytetare, por pas cilës fshihet një intrigë e caktuar që cënon sigurinë kombëtare. Disa aktivistë Albin Kurti, cilët pasi bën rrëmuj shqiptarët e Maqedonisë, tentuan të bëjnë rrëmuj Shqipërinë duke u fshehur pas flamingove, janë ekspozuar nga policia. Disa janë shpallur të padëshiruar, por janë fshehur pas pasaportave diplomatike, ndërsa ndonjë tjetër ju mbyll dera e Shqipërisë në fytyrë në qafë të thanës. Dhe si për ta vërtetuar atë që bëri policia, ndonjë nga këta karafila kripto-albinistë deklaruan se askush nuk i ndalon dot të protestojnë në Shqipëri, pasi sipas këtij karafili, Shqipëria që nga dhe e tij. Në fakt, ky karafil ka lindur në Prishtinë dhe e tij nuk është as Shkupi, as më pak Tirana. Por shteti shqiptar më në fundi tregoi atij vendin duke i thënë se Shqipëria në radhë e parë i përket shtetasve vet. Por të premten, ky karafili Albin Kurti do të bijë sërish në Tiranë për të takuar shoqen e vet të idealeve në Partinë Demokratike. Por duke zbuluar kështu hajdutët e vërtetë të protestës qytetare ndaj Zvërnecit dhe shpërfytyrimin e saj në një foltore të pak në numër por të dhunshme në mjete. Partia Demokratike, e cila në fakt duhet i ditet mbrojtje çdo veprimi mbrojtje të sigurisë kombëtare, ka marrë në mbrojtje pisëvengët nacionalist Albinit, në një prej cilëve sipas shërbimeve sekrete të aleatëve tanë, është i lidhur dhe i sponsorizuar nga shërbime të vendeve jomike si Rusia. Por në fakt, ky nuk është as akti i parë dhe as i fundit i Partisë së Berishës kundër interesave kombëtare. Në Strasburg, sot bile, në sytë e Europës, 7 deputetë të tij bllokuan një rezolutë të përbashkët të Parlamentit Evropian dhe atij shqiptar, ku vlerësore integrimi i Shqipërisë dhe puna e SPAK. Në një akt turprues kombëtar dhe ndërkombëtar, 7 xhuxhët e Berishës bllokuan zyrtarisht një hap tjetër, megjithëse të vogël, të Shqipërisë drejt integrimit. Dikush mund të thotë se është akti i radhës në një partie politike shqiptare që duke qenë opozitë thjesht kërkon të nxjë faqen në një qeverie kundërshtare. Por nëse bëhet fjalë për partinë që lindin në parullën ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, atëherë si ka mundësi që PD të jetë kaq dritë shkurtër sa të dalë kundër interesave kombëtare europiane të Shqipërisë për interesat e saj politike? Sot drejtori i policisë foli për një valë të re sulme shqibride që synojnë dëmtimin e imazhit të Shqipërisë dhe stimës turistike të saj. Janë mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale, të cilat po tentojnë të ngrejnë një fushat balte virtuale kundër vendit tonë. Dhe kjo më nuk duket se ka lidhje as me Trump, as me flamingot, bile as me Edi Ramën. Duket se në fokus është goditja e Shqipërisë në momentin e saj më të mirë të integrimit evropian. Dhe në këtë aleancë jo mike duket se janë bashkë të gjithë, komunistë dhe kriptokomunistë që duan të duken si sovranistë, Sorosian që urrejnë Trump dhe ish binjaminet e tyre në tiranën politike, Sorosian që menduan se do bëhen lider dhe që tani kanë si zyrë vetëm 4 muret zbrazura, Gjermanët e Joridës, Anglesët e Bardit, Grekët e Belerit, Maqedonasit e Serbët, Rusët, plus dhe shqiptarët që nuk vlenë, ditëzinjtë e mërzitur dhe shokët e Fariut, Lizat që zbuluan se nuk janë çuditë asnjë bote. Dhe deri këtu gjithçka është e kuptueshme. Janë të gjithë armiq të ardhmës së Shqipërisë për agjendat të tjera ose dhe për arsye personale. Por pikpyetja e madhe është, a është dhe ky rasti një partie të madhe politike që e ka qeverisur këtë vend për gjysmën e periudhës së tranzicionit? Për këtë do të flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sonë në program jam me Bart Kadilli, mirëmbrëma Bart, faleminderit që më mësot. Artur Nora, mirëmbrëma Artur. Mirëmbrëma. Arben Meça, mirëmbrëma Meça. Dhe Skënder Mexhozi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Meça, dohet ta nisa me ty, pasi ti je nga ata të hershmit që hodhe këtë teorinë konspirative që janë shërbimet tuaja, elemente të cilat tentojnë destabilitet në vende të tjera. Sot drejtori i policisë konfirmoi aktin më të fundit, sulmit hibrid që ka nisur dhe ndaj bizneseve shqiptare dhe temi bllokimin dhe arsyet e bllokimit në qafë thanë të disa eksponentëve të vlen. Sipas teje konfirmohet teza cilën ti ke kaq muaj që po pra. Në fakt, me thënë drejtën, teza ime nuk ka qenë thjesht tezë e hedhur në treg për konsum, është mbështetur qoftë mbi prova, qoftë edhe mbi deduksione, qoftë edhe mbi një eksperiencë jo të vogël të kësaj tipologjie organizative. Prej kohësh, unë kam thënë që një nga elementet më kryesor
të kësaj proteste është rrjeti social. Manipulimi i rrjetit social. Ekzistojnë sot mbas ndjekjeve të IP-ve të ndjes vetëm për sa për informacion, ndërkohë do ndjekim dhe pamje që vinë në kohë reale për protestën sot, të janë pamjet e para 10-15 minutave, sigurisht do sjellin pamje të tjera pak më vonë. Po. Nga ndjekja llogarive, IP-ve të llogarive, rezulton që janë 4 qendra, të cilët janë ato të cilët shpërndajnë në këtë skemë që këtë që po them unë kam thënë para, mos gaboj rreth 20 e ca ditëve. Sepse ishin të identifikuar mbasi ndiqet në mënyrë operative dhe në mënyrë me teknik. Janë 4 qendra. Fatkeqësisht 2 janë në Shqipëri, 2 janë jashtë Shqipërisë, të cilët shpërndajnë një burim të tmerrshëm dezinformimi, të cilët në qoftë se do të hapë, çdo qytetar hap celularin me njëherë bombardohet nga një skemë e tillë e cila është tmerrsisht intensive në Shqipëri dhe që qytetari bombardohet me disa qëndrime të cilat praktikisht përbëjnë filozofinë mbi cilën po manipulohet kjo protestë. Por ajo që unë do të dëshiroja ta trajtoj nëse më lejon 2 minuta kohë, unë kam thënë që kjo protestë ka patur një dirigjent. Dirigjenti ishte ai person i cili ose ajo strukturë funksionale e cila nuk ndodhet në Shqipëri, por që është aftë të vënë lëvizje struktura të tëra brenda dhe jashtë Shqipërisë, të mobilizoj struktura brenda dhe jashtë Shqipërisë, të mobilizoj burime financiare brenda dhe jashtë Shqipërisë dhe të kapë edhe një element shumë të rëndësishëm që është egoja e partive politike opozitare për të ardhur sa më shpejt në pushtet. I ka bashkuar gjitha këto dhe arriti të prodhonte ditën e parë dhe ditën e dytë të protestës. Ditë e parë dhe ditë e dytë e protestës duhet thënë që ishte një model i shkëlqyer i reagimit qytetarëve për cilin ne do të qëndrojmë, dhe unë kam thënë që për këtë ne do të qëndrojmë jo tani, sepse pse nuk po qëndrojmë tani dhe pse unë nuk kam qëndruar tani, sepse duke ditur që mbas kësaj dite do të dilte kjo që po del gradualisht tani, ku praktikisht kjo protestë manipuloi një opinion të gjerë qytetar me një synim të caktuar. Nuk e kam trajtuar 2 ditë e para, por i kam qëndruar skemës të financimit. Cili ishte synimi i dirigjentit? Synimi i dirigjentit kanë qenë 2 gjëra. Nuk na te kush është dirigjenti. Do dal me njëherë kush është dirigjenti, sepse thash është një strukturë që nuk ndodhet në Shqipëri. Më duket orkestër me shumë arqe, me thënë vërtet. Do të thënë, e kam studiu këtë edhe me dhe nëse do të jap skemën tani ta afishosh atje skemën se si e nxjerr inteligjencë artificiale skemën. Qofse do bënë me AI këto, i bënë me inteligencë artificiale. Nëse do ta nxjerrim atje në një fazë dytë, ta bëj print-screening, do ta nxjerrësh direkt atje. Por synimi i saj ishte ta shoh unë herë përpara. Po, pa diskutim shifet ti. Po nuk është gjithsesi do ta shohësh ti, të jo shifet ti dhe pastaj nxjerrë, po mos ham kohë. 2 synime kishte ai. Synimi i parë ishte që nëpërmjet angazhimit të strukturave europiane të bllokonte me një vendimarrje të Bashkimit Evropian investime strategjike në Shqipëri. Pjesë e kësaja ishte dhe ai libri i cilit u bën një fazë të dytë objekt goditje. Ai Albanian Files, doktori. Në fakt, gjithë lëvizja që po diskutojmë shpërtheu mbas daljes të atij libri. Ai libri do të qëndrojmë në një fazë dytë, se çfarë ka ai libër dhe pse pikërisht ai libër bëri këtë shpërthim. Kjo ishte faza e parë. Dhe në Bashkimin Evropian, në Parlamentin Evropian, arritën të futen ditën që po bëhej rezoluta për Shqipërinë, dhe futën në rezolutën për Shqipërinë 2 amendamente. Amendamenti i parë ishte i tmerrshëm, amendamenti i parë ishte absolutisht bllokimi i çdo investimi në Shqipëri. Në emër përgjegjësia e parlamentarëve evropianë ishte e tillë që thon stop. Atëre u fut amendamenti i dytë, më i moderuar, që praktikisht nuk e bllokoi, po vuri kushtin që gjithë investimet, dhe kjo është normale, që ti do të bësh në kuadër të IBAR-it, duhet i përshtatesh me standardet evropiane. Dhe këtu është tuceluna stopi, nëse do të futesh në BE, sigurisht do ta respektosh tani. Çfarë ndodhi në Shqipëri? Nëse di kthehemi atyre ditëve, në Shqipëri nuk do të trua fare që ora ishte një rezolutë që e ngritën në qiell zhvillimin e Shqipërisë dhe ecën përpara Shqipërisë. Por u deklaruan 2 amendamente
të mërshme që kundërshtonin politikën e Shqipërisë, do miratua vetëm njëri që praktikisht po ta shifje nuk ishte gjë tjetër veç se respektimi i kapitullit 27 të IBAR-it, të negocimeve. Dhe patjetër, nëse shkelet ai parim dalë kundër, edhe unë dalë kundër investimit për nes, por nëse bëhet brenda standardeve nuk e keti në dorë tani përfundimisht shkoli. Këtë gjë nuk e keti në dorë. Praktikisht ti nëpërmjet IBAR-it i dhe Evropës të gjithë të drejtat që ai të kontrollojë. Dhe ti nuk e shkel dot kur duash ti. Pra ky është IBAR-i dhe ky ishte rezoluta. E dyta gjë ishte partitë politike të cilat janë në opozitë, të gjitha pa përjashtim, kërkojnë që të bëhen zgjedhjet parakoshme. Është normale kjo. Atëherë angazhimi i gjithë këtyre grupimeve, gjithë strukturat për të bërë zgjedhjet parakoshme ishte syndimi i dytë, për destabilizim politik Shqipërisë dhe për zgjedhjet parakoshme. Të dyja këto dështuan. Çuditërisht tani jemi në një strategji tjetër sepse unë po bëj këtë 10 ditë që po bëj analizën pse vazhdon protesta. Sepse për çdo analizë politike i cili ndjek situatën e kupton që kjo protestë nuk prodhon asgjë më. Shipi pamë. Jo tani po më jepni një fakt, por unë kam 10 ditë që po analizoj pse po bëhet tani. Dhe më rezulton ajo që bëri sot drejtori i policisë. Dhe nëse e doni, shifni rezultatet që më nxjerr inteligjenca artificiale 10 ditë përpara pse po vazhdon kjo protestë. Dhe sot drejtori i policisë nxori të vërtetën pse po vazhdon kjo protestë. Të gjithë këto, pra gjithë dirigjenti që nuk do të Shqipëri ka vetëm një synim, të shkatërroj zhvillimin turistik të Shqipërisë. Dhe kjo protestë në vetvete, me të gjitha ato lëvizje bishta që po vazhdojnë sot e kësaj dite, është thjesht për të prodhuar një klimë jo pozitive në Shqipëri dhe prit vërtetës. Unë sot po vin nga Saranda, dje kam qenë në Vlorë dhe arsyeja kryesore pse kam lëvizur ka qenë që vetë operatorët turistik të kuptojnë çfarë efekti ka kjo gjë. Shkoni në Vlorë sot, dërgoni televizionet. Dërgoni televizionet do të shihni që jo vetëm është ndjer, por të gjithë operatorët e Vlorës dhe Sarandës flasin për rënje drastike të prenotimeve dhe të prezencës së turistëve në krahasim me vjet. Po Nura. Unë jam dakord në parim me arsyetimin e zotit Meçe, po sigurisht jo me konkluzionin. Nëse do flasim për protestën, këtë të mbetur, se është protesta e mbetur, ne ta lexojmë racionalisht. Unë besoj që kjo është protesta e njerëzve që janë të ndershëm, që kanë halle, që mendojnë që kjo situatë duhet ndryshojë. Kurse ajo protesta e madhe, jam plotësisht dakord me zotin Meçe dhe në farë mënyrë e ka thënë dhe zoti Rama, kemi algoritme, kemi sisteme të sofistikuara, inteligjence, të cilat çojnë një informacion se e ndau në dy fazat gabuar. Sipas meje, faza e parë ishte ajo video e tmerrshme aty qytetarit shqiptaro-grek, i cili u mor zvar dhe sensibilizoi në mënyrë me inteligjencë artificiale sipas opinionit tim, nuk është se jam ekspert i fushës dhe e kam studiuar, por unë e kam parë si lexues racional, kur sa herë që hapja një nga rrjetet sociale më dilte ajo video. Dhe ishte e pamundur që të kishte bërë vetëm virale, pa patur o një sponsorizim të madh. Janë tre mënyra, duhet ta përsërisim për ata që na ndjekin. Ka video virale që sensibilizon kur unë e ndaj, kur zoti Meçe e ndan, kur zoti e ndajmë gjithë me radhë. Ka video që pompohen me lek. Pra është e thjesht, kush ka një faqe në Facebook, apo në LinkedIn, apo në Instagram, i thua ti, dua që kjo video të ma shohin 2 milion. Mua për shembull më dilnin në ditë e parë vetëm video nga portale greke, të cilat unë nuk ndjek se Edhe kjo ka të bëjë me algoritmin. Edhe kjo ka të bëjë me. Po jo, unë po them eksperiencën time, eksperiencën personale. Mua më dilnin në Instagram vetëm faqet greke. Fillimisht ditë e parë. Tash nuk do të dalin për shkak. Jo fare. E pra, kjo është e dyta, mënyra e dytë ose e tretë. Dhe e treta është algoritmi. Pra, kemi një program të cilin e programon, i thua dua që këtë video ta çosh në 2 milion persona në këtë zonë gjeografike, në këtë zonë urbanistike, pra jep gjitha dhënat dhe ajo shkon. Dhe sipas meje, video që sensibilizoi njerëzit, që ishte me të drejtë, sepse ai ishte akt i dhunshëm, i pa imagjinueshëm për ndodhur në prezencën e policisë së shtetit. Pra, sigurisht kjo solli një sensibilizim të madh. Dhe nga ai sensibilizim na ka mbetur këtu. Që besojnë, ka njerëz se ka folur qeveria, unë besoj që duhet ta marrin konsiderat këta që kanë mbetur.
jo ata që kanë ikur, që janë interesat politike partijake, që duan zgjedhjet parakoshme, tha Meçe, interesat ekonomike që nuk duan investime. Problemi Nura që ata do vinë prapë, se do vinë problemi. Domethënë çështja është që ata do vinë prapë. Ja këta e mbajnë, këta e embrion. Shteti ka detyrë të zgjidhë problemet qytetarit. Dakor. Po unë jam me teorinë e Meçës. Ne në një moment duhet të fokusohemi te përgjegjësitë e qeverisë. Dhe Skënderi ka këtë ide, të gjithë jemi këtë ide. Në një moment, po në radhë parë duhet bërë ka autopsia e kësaj gjës që ndodhi. Bardi, unë përmonda në editorial dhe po s'kam një frikë të përmonde me emra konkret, po shumicën e lash kuptohen që ka pak nëjësite individuale, cilat nuk lidhen me po shkojnë punët mirë apo Shqipërisë, po shkojnë punët mirë të X apo të Y-it. Ka dhe pak nëjësi të shtresave të caktuara, ka dhe dëshira të shërbimeve të huaja. Ka dhe vende fqinje që kanë xhelozira, kanë problemet e tyre etj etj. Ka dhe shqiptarë që zlejnë, me thënë vërtet. Po për këtë do flasim ndoshta pak më vonë. Ajo që mua është pyetja që bëra në fund. Këto 40 tetor, 24-40 tetor, Partia Demokratike i ka dalë në mbrojtje të gjithë këtyre elementeve. Nesër në Partinë Demokratike, këta deputetët që këtu zlejnë, këtu shqiptarët që të paktën këtu nuk vlen, nuk e dia vlen Shkup, do shkojnë të takojnë Berishën dhe Bardhin, me sa di unë, informacionet e mia. Po duket qartë, televizioni familjes, u reaguan deputetët e PD-s, ka reagoi Berisha sot etj. E quajti akt tradhti kombëtare ndalimin e këtyre shqiptarëve që për mua nuk vlen që të vinë protestojnë. Pra qëndrimi i Partisë Demokratike, dhe këtu po fus edhe atë debatin sot në Strasburg, ku ti shikon, edhe ata europarlamentarë ambientalist majt, cilët kishin skeptik për zvërnezën dhe e shprehen këto konkretisht. Pra, kur erdhi puna të votonin në rezolutën e përbashkët midis Parlamentit të Shqipërisë dhe Parlamentit Evropian, ku vlerësoi çështja e integrimit të Shqipërisë, pra esuria e integrimit të Shqipërisë dhe puna e SPAK, PD-ja përmes Bardhit del dhe i bllokon, hedh një kundër propozim, e bllokon në fund fare kur gjitha edhe ta eurodeputetët skeptik për zvërnezën votojnë pro, bashkë me deputetët e majorancës, 7 deputetët e PD-s votojnë kundër. Dhe del kryetari zoti Tarkuini e thotë, "Më vjen keq që ndodhi kështu se na duket sikur ne e duam Shqipërinë më shumë se që doni ju." Ishte mesazhi i tij. Pra si ka mundësi që tash nga ana individuale dhe politike kanë caktuar dhe të majtas mund dalin dhe kanë idetë e tyre çon si ka. Po si ka mundësi që kthehet në mënyrë institucionale qendrimi i Partisë Demokratike për çështje të tilla kaq të rëndësishme. Kur vetë Tarkuini thotë, po dëgjoja edhe Marta Kose, e cila mbriti në Montenegro pak minuta më herë dhe tha, çështja e integrimit duhet të jetë çështje kombëtare, pra si gjitha partitë duhet të jenë në Si ka mundësi Partia Demokratike që lind me parullën ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, pavarësisht që mund të ketë drejt në disa çështje që të keq qeverisjes, të korrupsionit etj të socialistëve, del kundër integrimit. Ndjesën se duket pyetje e mbyllur. Mund ta hapësh. Nuk është pyetje e mbyllur, do të thënë hap shumë nga kujtesa jon politike e këtyre 35 viteve. Nuk është se ka bërë vetëm Partia Demokratike, po i takon shumë më pak Partisë Demokratike të bëjë gjëra të tilla që nga një anë, si thua, sponsorizon dhe voton një rezolut brenda Kuvendit të Shqipërisë në mbështetje të proceseve integruese, çon 34 amendamente, i miratojnë 30 po jo 4 të fundit dhe heq dorë nga momenti i votimit final. Do të thënë, e para për mua vazhdon tradita e keqe që sa kohë nuk e qeverisë unë Shqipërinë, Shqipëria s'duhet të ekzistojë. Pra, o e imja o është zero, ose sa kohë nuk e qeverisë unë Shqipërinë, Shqipëria nuk duhet të progresojë. Kjo që është fenomen që është parë edhe tek socialistët duhet që në opozitë. Prandaj thash, nuk është e re. Është 35 vjet eksperiencë jo e mirë e jona si shqiptar, bile edhe më përpara se kaq. Po të fillosh dhe nga koha e Zogut, kemi periudha kur kanë tentuar ta vrasin. Ka disa atentate, kanë bërë qeveri me pistolet në kokë njëri tjetri, Hasan Prishtina dhe ku di unë, ai Qazim Koculi. Kemi historira pa fund që pushtetin e duan për veten. Sa herë diskutohen me që i shkova historisë, nga Ismail Qemali deri ke Edi Rama sot, të gjithë akuzohen për tradhtar dhe të gjithë mburen si patriot. Për mua nuk janë as patriot as tradhtar. Kur ju ecën biznesi tradhtisë, janë të gatshëm ta bëjnë biznesin e tradhtisë, dhe kur ju ecën biznesi patriotizmës, edhe ato din ta luajnë e ta këndojnë shumë mirë. Jam dakord. Vetëm ka një gjë. Por nuk duhet ta relativizojmë këtë që thash. Nuk duhet të relativizojmë. Patjetër, se kjo relativizon gjithçka. Nuk duhet të relativizoj. Sot jemi në një pikë ku ta thash, Tarkuini thotë, duket sikur ne e duam Shqipërinë më shumë se ç'doni ju. Dua ta ndëshkoj sot, po them, këtë lloj kulture. Kjo është një kulturë
e tmerrshme. Për mua janë as patriota as tradhtar. Kanë bërë atë çfarë kanë mundur. Të gjithë. Problemi është kur ti ke një mundësi si forcë politike të bësh diçka që është në favor të shqiptarëve, këtë do ta bësh edhe pse përfiton më dukshëm kundërshtarit. Politikisht kundërshtar. Patjetër. Sepse në të kundërt kjo tregon që nuk ke ide politike dhe shpreson vetëm që të bjerë nga kali kundërshtari. Nuk shpreson të propozosh diçka të re. Dhe kjo është tërpsi politike e dominon Partinë Demokratike prej shumë vitesh. Nuk ka ide. Mjafton të shikosh mediat afër PD-s, analistët afër PD-s, gëzohen dhe thonë do zoti nuk bëhet samiti NATO-s vitin tjetër në Shqipëri. E thonin prap sot. Po përse duhet gëzohesh, duhet hidhrohem, unë hidhrohem këtë se bëhet. Jo më sot e tha Berisha, kupton lëri tjerë. Lëri tjerë se tjerët janë xhuzha. Po e thot Sali Berisha që kesh mirë është edhe nuk e shekën ai sinqi. Jo thanë në deklaratën finale nuk thuaj thashë të samiti do mbahen në Tiranë. Domethënë është për qarë, por është për qeshur. Jo, kjo është vërtet për qarë. Nuk ka nevojë të qeshim, unë hidhrohem kur shikoj që miqtë e mi demokrat, kolegët mi të dikurshëm, shkruajnë për një tjetër në WhatsApp, thonë, e pe nuk ishte, nuk do bëhet. Po pse gëzon, isha basa të zbëhet. Po pse gëzon për këtë gjë, normalisht do t'hidhrohesh. A, pas ka fajnë kjo pa i, do shkoj e Tirana, e priti se priti. Qeshi Trumpi ja varë apo se varë. Po. Ja e zgjati prezantimin apo e shkurtoi prezantimin. Por zoti, këtu bëhet fjalë për Shqipërinë. Këtu bëhet fjalë për Shqipërinë, nuk bëhet fjalë për një parti politike. Aq më tepër një parti politike që e ka nisur si euroatlantike dhe sot bitiset në nivelin që thot do zoti s'bëhet samiti NATO-s në Shqipëri. Do zoti s'integrohen. Bile voton dhe kundër. Voton dhe kundër. Dhe nuk është vetëm kjo gjë. Se tjetë me mesazhe unë jam dakord, po dalësh me 7 vota kundër, në kohë që të gjithë edhe europarlamentarët skeptik ndaj qeverisje, skeptik ndaj korrupsionit, skeptik ndaj zbërnecit, prap thonë, okay, prap Shqipëria e kalon. Unë mendoj që betejë politike e shqiptarëve duhet bërë në Shqipëri. Dhe bëhet gjithmonë në Shqipëri. Të gjitha këto çfarë ne bëjmë rrotull, lobime, më the thash, ndikojnë vetëm 1%. Ai miti që këtu qeverinë e vend dhe e heqin tuajt, për mua është një mit provincialesh, katunarësh politik, qofse do tamam. Mendojnë që erdhi Trumpi, më kujtohet në 2000, fitoi Bush. Po. Dhe montuam ne në PD një foto dhe mu vite për qesh kur më tregonin, Berlusconi dhe që kishte fituar në Itali dhe Bush një foto dhe këta kishin futur dorën e Berishës, pra i dyti 3B. Non c'è due senza tre, thonë italianë, nuk ka 2 pa 3. Pse besoni që do t'ju sjellin pushtet Bushi dhe Berlusconi dhe nuk do të vini vetë? Dhe në fund fare nuk erdhi. Jo, në U fund desh 2005-ën. patjetër, po le të themi në ardhen 2005-ën, erdhi pasi PD-ja bëri gati 90% të transformimit, jo 100%, 90% transformimit, sa pra në fund fare qa votash mori vetë, i mori për shkak transformimit që bëri vetë, jo për shkak mbështetjes që mori nga Dhe vim të diçka që lidhet me protestën. Me që po e përmendim protestën. Ajo protesta aty, ingredientin ka pakënaqësinë popullore. patjetër. Njerëzit që shkojnë aty, 95% janë njerëz krejtësisht të ndershëm në pretendimin e tyre, në këmbgulin e tyre. Ta të sopnit, se kur ishin të gjithë, nuk ishin gjithë të pakënaqur, ishin interesa politike. Këta që janë të sopnit, 95%. këta janë 100% ndoshta. Unë kam opinion tjetër. Edhe unë jam pak me jam me bardhë. Proporcionet janë rujt, vetëm se janë paksu numra. 95% e njerëzve që protestojnë e kanë ndershëm shpalljen e qëndrimit tyre kundër Unë qeverisë. them që ata që nuk janë sot proteste që ishin ditë e para e panë që protesta e tyre po përdori, po keq përdori. Ka shumë njerëz që e kuptojnë. Po Më të pas manipuluohen. strategjin të parët. Më të pasi të parë. realisht Ata e kanë marrë protestën me më të parët. shiko, unë besoj Skënder ata e kanë marrë protestën me veten në shtëpi. Patjetër. Po do e nxjerrin një moment Jo, tjetër. protestën e kemi për hapur kafeneve dhe shtëpive të Tiranës. U morëm me numrat e protestës dhe me përqindje. Për mua, ingredienti kryesor i kësaj proteste, pra përbërje kryesore, janë shqiptarët e pakënaqur me këtë qeveri, po duash dhe me gjithë klasën politike, establishmentin politik që për 35 vjet ka avancuar me hapin e breshkës dhe nuk ka bërë ato që shqiptarët kanë pritur. Kemi një demokraci disfunksionale që kontrollohet nga 2 emra, kryetari i maxhorancës, kryetari i opozitës, dhe çdo gjë tjetër në mes është vakum institucional. Nuk ka përfshirje në demokraci, nuk ka hapësirë për të bërë një garë të drejtë në profesion, në biznes, Qoftë në jetë politike e para politika, e kudo tjetër. Këto janë arsyet se njerëzit dalin. Po këto janë dhe arsye për të treguar pse nuk e ndoqën Sali Berishën në 3-4 muaj protesta dhe PD-n. Ata njerëz pse nuk dolën, ata njerëzit e bukur, me ide, me veshje të mirë dhe ishin pjesa kryesore shtrese mesme ose shtrese mesme e lartë.
ata që dinë shkruajnë në Facebook, ata që dinë të lexojnë, ata që bëjnë opinionin. Janë ata që si ke pasur kur prej 2005-s. Janë ata që ne na dalin sondazhe prej çfarë kemi nisur nga shtatorët e gati 30% e atyre që duan të votojnë, që kanë votuar në 11 maj. Dhe tani thonë jo vetëm partia e dytë politike. Dhe janë partia e dytë politike. Në vend që PD-ja të investohet për këta lloj njerëzish, shkon dhe investohet te Arkivoli. Po e protestën, shkon dhe investohet me lobime në Amerikë. Shkon dhe investohet me amendamente njërën tjetrën në për Europë, me idenë se në Europa do mërzitet me Edi Ramën. Mund të jetë shumë e mërzitur me Edi Ramën në Europë. E di më mirë se sa Sali Berisha, por ka një agjendë për integrimin e Shqipërisë. Ta përfitojmë këtë rast. Sigur Enver Hoxha të ngjallej dhe ta drejtonte Shqipërinë dhe të na fusën në BE, do ta votoja. Do ta mbështesja. Sepse objektivi shqiptarëve është futen në BE, jo se unë jam dakord me gjithçka të BE-s, u përmend me drejt nga sikur i shoh titujt tani që do dalin nesër. Ne dalim çfarë duan nuk kërcet. Kadilli do votoj për Enver Hoxhën. Po, për të më fut në BE, sepse di pse duan shqiptarët ty në BE, sepse nuk janë dakord me Edi Ramën, nuk kanë garanci ke qeverisja e Edi Ramës, nuk kanë pasur garancitë e duhura ke qeverisja e Sali Berishës dhe nga frika e këtij lloji mentaliteti i qeverisës ju duket BE garanci demokracie. Që na duhet me dyja duart lart, dakord me ty. Kjo është ajo që po them. Që unë kam thënë gjithmonë që BE-ja shqyrës na bilet na marrin na fuset na raj me dru, që na disiplinojnë. Kjo është arsyeja. Ne kemi dështuar si politik për të projektuar një Shqipëri europiane këtu. Atëherë do duhet që shqiptari të ketë patjetër të ardhme në BE. Për të mbyllur me po bëj një kopjo nga Montanelli, në BE unë shoh të ardhmet mrekullueshme për shqiptarët, po jo për Shqipërinë. Sepse ai ligji për investimet strategjike që që kërkohet të abrogohet me brohurima dhe nga opozita, është ligji i momentit i humbet sovraniteti. Shqipëria nuk do ketë më mundësi të bëjë diçka në interesat e veta, nuk do ketë më mundësi të shfrytëzojë avantazhet konkurruese me vendet e rajonit dhe për. Tu ke hapur një diskutim shumë interesant fakt. Shumë interesant. Do një puntat në vetë. Kjo 4.5 miliard që ndoshta mund të largojnë nga BE-ja, po ndoshta ne ca gjëra tjera, megjithatë është tem tjetër kjo, është shumë interesant. Tundimi i vjetër, shumë i fortë dhe shumë i rrezikshëm. Ne kemi bërë zgjedhje që nuk kemi vendosur mos shohim miliarda, se po të shihnim miliarda, ne do bënim, po bëj parantezë tani, politikën e jashtme të Vučićit, që është një alkimi e pastër, që thotë 4 shtylla, edhe Rusia, dhe Kina, edhe Amerika dhe Evropa, domethënë të katra bashkë. Ne nuk e kemi për kjo. Absolutisht, dhe ne nuk mund ta. Unë për shembull mendoj Zvicrën apo Norvegjinë. Pse shkojnë shpunga mund me Serbinë. Unë mendoj Zvicrën apo Norvegjinë. Hapësira ekonomike europiane. Po, patjetër, ato thonë nuk hym BE sepse varfrohemi. Kur po të arrijmë ne në këtë. Këtë po thot Bardhi. Tani ky problemi BE-s. Me thënë vërtetë nuk është një ide e keqe, ha? Jo, e mirë është, po mos jemi kështu siç jemi. Ky është problemi. Nuk mund të jesh kështu siç je. Roli i Jugosllavisë neutral ka qenë, dhe ky kërkon të ruajë këtë neutralitet. Nuk është abstrakt, domethënë. Jugoslavia kur bëri moratoriumin kishte mos gaboj. Ky e ke fjalën për Vučić. 24 miliard dollar të kohës. Nuk ka lidhje me rolin gjeopolitik të atij territori. E ka traditën, do të thotë, e ka eksperiencë. Ideja Sokole e votimit kundër ligjeve evropiane është fiks për një pakic, siç është opozita e sotme, është fiks të presësh sharrën ku je ulur. Sepse ato kapituj dhe ky proces në vetvete, afrimi me Evropën, në kontekstin që ne shohim, me një opozitë e cila ka 13 vjet që nuk fiton, e cila ankohet nga mëngjesi në darkë, diku dhe me shumë drejt për puna rregullave, që nuk ka hapësirën që do të meritonte, që nuk i lën vend sa duhet, që nuk e bëjnë pjesë, që e kanë ekskluduar, që nuk i duan të dëgjojnë asnjë projekt ligj në parlament ose asnjë propozim politik, kur ata kanë. Pra, e gjitha kjo ka të bëjë me pikërisht të kundërtën e asaj që deputetët opozitar në aulat evropiane bëjnë siç bën sot faktikisht. Që do të thotë ti voton kundër, ose më mirë themi, kërkon ta pengosh me aq fuqi sa ke afrimin drejt Evropës, ndërkohë që ty të duhet për shpejtimin drejt Evropës. Pse?
Ato kapituj janë garancia, de facto garancia e pakicës. Jo vetëm e Shqipërisë. Nëse e do Shqipërinë, duhet me ndosh këtë. Po unë nuk po flas në terma kaq. Dilema që po kemi kjo është. Po mundohem ta shoh në mënyrë meskine, partijake, politike, taktike. Si unë do të jem pak më mirë përballë kësaj super magjorance që është super e fuqishme, super e qetë, që nuk tronditet as nga mira njerëz që dalin 40 ditë në bulevard, nuk tronditet as nga një opozitë e cila prish çdo seancë të tentës dhe futet garda sepse plas tymi dhe poterja në parlament. Pra si unë do të realizoj synimet e mia, një nga korsit, mendoj unë nga të vetmet e mbetura, është që ky vend, siç po citojmë këtu, ligje që për shkak të politikave dhe standarde evropiane ne do të na detyrojnë o t'i kthejmë pas, o t'i korrigjojmë, o t'i bëjmë ndryshe. Unë mendoj që afrimi drejt Evropës, sa më shumë të shtohen semaforat drejt Brukselit, aq më pak do jetë mundësia për të bërë fërkim gomash dhe të kalim shpejtësie. Dhe ky është një fat i pakicave. Pse? Sepse qeveria do të detyrohet, nëse nuk do të dojë, patjetër do të detyrohet të jetë më pak arrogante, do të detyrohet të jetë më bashkëpunuese, do të detyrohet që rregullat e lojës t'i respektoj pak më shumë, do të detyrohet që kur shkojnë zgjedhje mos të jetë krejt përfillse, po të jetë pak më shumë përfillse. Pra, unë nuk do të gjeja asnjë arsye sepse opozita sot, dhe këtu kolegët me drejt evokuan kur edhe Rama vet, jo Këshilli i Qarkut i Fierit, ato budallëqit e të çkuarës. 3 ligjet e famshme 2013. E kanë bërë këtë gjë. Konteksti është krejt tjetër. Problemi këtu pra është konteksti. Ne jemi në një situatë gjeopolitike tjetër. Keq mirë jemi më afër se kur ndoshta edhe po jo vetëm për meritat tona. Sa i përket puna është ku ti e kap të momentet, e të vjen momenti që ti të ngresh dorën të votosh, shef që gjithë eurodeputetët edhe të majtë ambientalistë. Edhe një gjë, ajo u miratua. Ajo është me nga Parlamenti Evropian. Ajo është e bërë, s'ka nevojë për këtë. Kjo është thjesht një akt që nxjerr veten në një pozicion që është ja reflekset e urdhri kryetarit, reflekset e vjetra, bardhja e njeh shumë më mirë se ne atë ambient aty. Kultura është po e bërja i tjetri është e keqe. Patjetër. Kundërshtarit nuk i njihet asnjë merit. Patjetër. Ç'a do ti tha mbreti? Ati tha unë nuk dua asgjë me Lopën atë tjetër. Kjo është ideja. Tani, protesta. Sogol, protesta ka ikur në shtëpi, se e the shumë bukur, protesta ka ikur në shtëpi, po malin e problemeve ka lënë aty. Jo, ka marrë, jo, kur e thash ka ikur në shtëpi, domethënë nuk është se nuk është. Virtualisht ka lënë aty ose nuk bim dakord, i ka marrë dhe me vet. Patjetër. Nuk putet as me arkivolin, as me thirrjet ja vdekje ja liri, as me vdekje tradhtarëve, as duke linçuar as nuk është dakord me linçimin publik, as mendimit kundër, nuk është bile as kundër Zvërnesit, po thot ta shohim me çfarë Zvërnesi, du transparencë totale, është për një Shqipëri europiane e cila do balancën midis kapitalit dhe mbështetjes sociale. Është Shqipëri europiane, por thotë Shqipëri europiane nuk identifikohet as me Arkivolin, as me këta pseudopatriotët që na vinë, na importohen nga Albin Kurti. Është një situatë ku me sa duket ka një palë dikush e ngushtëson, duke thënë jo Gen Z, jo punë gjenerata që për mua është shumë e shëmtuar, sepse nuk ka prerje moshore kjo. Këto fenomene janë gjithë përfshirëse. Po jo më dhe ti dhe unë kemi arsye të dalim dhe protestojmë sot mendojnë si pleq, mund të kesh moshuar që e kanë mendjen shumë të re. Mendjen e re, po. Po, dhe tani si doktori. Ideja është që me sa duket ka lindur një palë dhe në këtë pikë kjo protest me këta pak njerëz sot nuk përfundon këtu, ajo vetëm është ulur në kafe. Pra, këta që e mësuan rrugën në fillim, kam përshtypjen se do të dinë ta bëjnë edhe më tej, dhe kësaj të dyja palët, qeveria më e parë diskutohet, do duhet bashkëjetojnë me një palë tre e cila po kërkon ta firmohet dhe që nuk është zhdukur, po vetëm thjesht është ulur për të pirë një kafe virtualisht, po them. Dhe po pret. Sepse është një palë e tretë që me sa duket mendon që dy partitë e vjetra e para, si pas tyre, e kanë bërë kohën, e dyta janë të vjetruar, e treta s'na futën dot në Evropë dhe në zjatën tranzicionin një 36 vjetë, e katërta nuk shërojnë asnjë nga të këqijat endemike të sistemit, që është korrupsioni, që është keqeverisja, që është rendimenti i ulët, që është ignoranca, që është mosdia, etj, rekrutimet partijake, nepotike, etj. Pra, zgjedhjet janë dihet kush fiton, dihet kush humbet, edhe po fitoj pala tjetër, ndrojnë politikanët, po nuk ndrojnë politikat. Pra, është një situatë ku me sa duket ka një palë tretë që thotë
basta sepse ju dham kohë nga viti 91 i famshmi Po formohet e në deri në palë vitin tret, jo se 2026. ka. Natyrisht, Po formohet. kjo nuk koagulohet dot Nura sepse këta nuk kanë leadership dhe unë mendoj që ka shumë arsye pse s'kan leadership, po këtu është një mision tjetër i gjithi nga fillimi. Unë kam takuar, unë kam shkuar rregullisht për t'i kuptuar. Unë kam parë dhe njerëz të mençur aty, po që nuk dalin. Po patjetër, Ti që kanë bërë programin. Patjetër. Se nuk takon të Se nuk emra, kanë- kanë bërë programin që e kanë marrë copy paste të 5 yjeve, e kanë bërë, e kanë shpërndar, edhe Po të disa njoftoj që dhe unë shumë kam kollaj bësh takuar program futu në 5 softin apo më të 6, parë 5 apo 6 nga koordinatorët që nuk din ta interpretojnë. Tani puna është Do këtu të thënë, që ka njerëz të cilët e kanë inspiruar këtë, janë individ me peshë publike, dhe që nuk e marrin përsipër përgjegjësinë. Dhe Ky është problemi. Se pra nuk e marrin përsipër. Me pra ky është problemi. Dhe problemi është, po thoja që kjo nuk kalon as me deklarata, as me postime Instagrami, as duke bërë ftesa që hajtë bëjmë dialog. Kjo kërkon nga elita politike, nëse kërkon ta ketë jetën e gjatë dhe mos ketë përplasje të mëtejshme në vitet që vinë, ishte një provë e parë, mendoj unë, dhe është një sfidë që është hedhur për ta, duhet ta shohin në sy listën e gjatë të problemeve që ka Shqipëria dhe problemet janë goxha serioze. Patjetër, dhe unë mendoj që kjo periudha e reflektimit duhet nisë dhe unë jam dakord me ty që s'keme kohë dialogon Patjetër. ja, dhe thotë Nura. S'ka. Duhet dialogosh me problemet e Shqipërisë, po. Me problemet po. Por, dhe këtu dhe ja fjalën Meçës direkt, se cili mezi po pret, në pjesën e dytë, për të folën pak për këtë idenë që një parti politike do që pala tjetër të dëmtohet sa më shumë e tjerë, dhe këto e kanë për dyja palët. Sot ka ardhur ama moment temi, mos vall njëra palë, si është më nuk e do Shqipërinë. Se jemi pas pak.